Anisa Veseli po jep fund një kompleksi të kaheshëm dhe kush tjetër përveç Priveva Liberta Spahiu do ishte aty për të kapur çdo detaj nga afër. Këngëtare e njohur ka zgjedhur të besoj pamjen e saj klinikës Anaderm, një emër tashmë i dëshmuar prej dekadash për profesionalizmin dhe standardin e pakompromis. Për ta zhdukur këtë pasiguri që ka përcjell prej kohësh, ajo i është nënshtuar trajtimit inovativ të lipofilling, një teknikë fantastike që rigjeneron lëkurën në mënyrë tërësisht natyrale, pa pasur nevojë për asnjë pikë filler sintetik. Hello Privi! A e dini çka kena me bo sot? Sot be bujna ne You Get Ready, po be bujna hajdeni me mufi po syt. Pas vizitave dhe kontrolleve të detajuara, disponimi i Anisës para ndërhyrjeve ishte shumë i mirë. Një sen që prej e vogël e kom pas insecure në kanë eye bags. Do me thonë, une pjesën e radhëve të zi, veç i kom shëru, ta shkarkua me largu këtë pjesën e hollow eyes. Une i kom pas filer shumë a përpara, edhe nuk u kanë sen i mirë që e kom bo dhe më kam pegu ti për shumë. Do me thonë, para 3 vjetë e kom bo filerin edhe ajo vish kish migru dhe në kom menu që mu ka hek. Momenti kur e marrë të anadirme edhe kom bo një konsult me doktoreshën ka po që kam filer hala nërsy. Është sen i maj keq që më nëshme a bo vetës. Do me thonë, me krahasu lipofilling me filerin është një sen komplet i ndryshëm. Kështu që nëse veç doni me bo që sen, ma mirë bëni lipofilling se me bo filer. Me sa duket pas gjithë atij hezitimi dhe frikës nga ndërhyrjet estetike, ajo kishte ndarë mendjen përfundimisht për këtë hap. Unë jam tepër e hapur, çdo që të bëj nuk e maj për vetë, ose më marr me pagu, ose më marr me bo dhe me reklamu kiti tërsen, por jam shumë e hapur, nuk du me thonë që o jam krejt që shtu vetë, shumë ka falë Zoti, jo vëlla, pak edhe vetë, po do të me ndëry ka pak. Amo është sen i mirë, është sen i mirë. Ka pak po do të me ndëry, po është edhe një pjesë shumë e rëndësishme kur njeri është i lumtur edhe kur e ka një parati e shpirtërore që reflekton këtë animon shumë edhe këtë pjesën e lukut përgjithshëm. Sidomos kur trajtohesh edhe kur i beson profesionistëve të anadermit. Po. Ti mirë po ndohet, a? Unë jam super, dashuria ka bo hajër. Shumë. Shumë më ka bo hajër, pa tjetër që po vrejet energjia. Po vrejet sa e lumtur jam. Gjithçka më rrita me ka prej teje. Përfshi edhe momentin kur e parë vjamin nga një pjesë në një pjesë. Po një moment me të dashur misterios përpos do fotove në jetë kur që shumë përgjej. Valla, si na të dollë në Kosovë heqë, por rina veç me rana, veç mos me na ndonë se ti si t'na pa ishte kërë, ne di që kemi na qitë. Megjithatë, ky nuk do jetë një trajtim i thjesht rutinë. Sipas drejtuesës së klinikës Anaderm, doktoreshës Anita Muja, rasti i Anisës ishte pak më specifik. Realisht Anisa ka para një muj, me shqetësimin e syve që ka bot dikun në një klinik tjetër mbushje të syve. Gjendja nuk ka shku ma mirë, por ka shku për keq, do më thonë janë kryu puffy eyes, enzimi më të ndaja, do më thonë duket syni sikur me të kafshu se me të hangër bleta, me bo më mënyrë popullore që më kuptu që duket ma keq se sa që ka qenë. Kemi fillu me shkririn e syve, ne kemi push syni në gjendje normale, tash po mendoj me bo një procedurë të re, një procedurë natyrale, do më thonë, natyra na mundson zgjedhjen më të mirë të mundshme, i ndyra e trupit tënd, transferohet dhe qitet në vendin ku neve na duhet. Një metodë sa kuptova e re dhe shumë efikase, si quhet, çka është metoda për me shpjegu me temat po mjekësor ose me kuptueshme, po një kohë që e kuptojmë edhe ne si audiencë. Po. Metoda quhet lipofilling, fat transfer, fat grafting, do të thonë nanofilling, janë disa sinonime. E kuptueshme për me kuptu më mirë është që procedura është marrja e dhjamit nga një pjesë e trupit që në këtë rast shpesher shfrytëzohet ose barku, ose kofsha, ose hijet. Dhjami kalon për 3-4 procedura. E para është vendosja anestezionit lokal, e dyta është tërheqja e yndyrës, e treta është përpunimi i yndyrës dhe e katërta është vendosja në vendin ku neve po na duhet. Realisht fat transfer ose lipofilling vendoset në vendit ku neve na duhet me kriju volum ose me rikonturu fytyrën. Do të thotë kjo është me përshkruaj shkurt. Me sa kuptova, kjo procedurë është me efekt 2 në 1, ai ka 2 efekte. Po. Realisht ajo bën volumizim, rritje të volumit, njëkohësisht edhe revitalizim ose rigjenerim. Do të thonë të dyja hyjnë bashkë, bën të dyja bashkë. Sa zgjat si procedurë? Realisht procedura është diku rreth 40 minuta. Këtë procesi është 40 minuta.
E përmendë që Anisa ka diku rreth një muaj që vjen mi korrigju gabimet edhe punën mbasi jo të mirë para prakës që e ka pas edhe problemet që i ka pas. Qysh është si paciente, se me fytyra publika na derimi është adrese besume prej kohësh tashmë, qysh është? E vërtet është shumë paciente mirë, është shumë e durueshme, është shumë edukume. Ne punojmë shumë lehtë me të, nuk është hera e parë që punojmë me Anisën. Me Anisën kemi punuar disa herë, procedura të ndryshme, por shumë e mirë. Besoj se praktike shumë. Për një rezultat po aq mirë sa që është edhe vetë Anisa. Sigurisht, sigurisht. Natyrisht stresi i pashmangshëm nuk mungoj në minutat e fundit për para ndërhyrjes, e cila ishte paraport të zgjaste më pak se 1 orë. Jam tut. Veç pak. Pasha zosen ki trupi mu ka djersi që ta shpisikletet. Ma erët ma ka njep një këci, qikaq, te kukje. Po ajtë se mirë, erë doktoresha. Procedura lipofilling është sa natyrale aq edhe precize, përmes një teknike te delikate dhjami merri nga zona e kofshëve, filtroi me kudes për të ruajtur qelizat më të shëndetshme dhe më pas aplikoi pa shumë vështirësi në zonën e ndjeshme poshtë syve për të rikthyer freskinë dhe volumin e humbur. Pas rreth 50 minutave gjithçka mbaroi me sukses të plot. Puna ishte aq e pastër sa që rezultati rrezatonte që në momentet e para. Oh my god! Ku janë metë më në rrosë? O tepër mira, doktoresh lumshën durt. Jam tepër e lumtur. Se po vjen me kojtë. Pasha zotin. Ti të njeri, më duket vetja. Anisa, a pritet që të rezultat? Jo, hiç, ekstra mira. Plus jam me ajt, vish ka pisho që s'ka më grupa. Oh my god. Që shkoj si procedurë? Faleminderit shumë procedurë e lehtë, doktoresha ti për dorën e lehtë, jam kënaq. Doktoresh, Jem a ke gjithçka në rregull për gjatë procedurës? Gjithçka shkoi okej, në rregull. Anisa ka shumë paciente e mirë, shumë lehtë të punoj me ta, procedura, rezultati po shihet vetë. Po shihet vetë, kena shumë e punë më shumë vetë. S'më besohet, pasha zotin. Hecë kam besohet. Qysh kanë edhe qysh janë. Super rezultat. Egzosh. Faleminderit që erdha. Por, si në çdo kryevepër estetike, për të parë finalin e vërtet, duhet të presim rreth një javë, derisa zona të qetësohet plotësisht. Qika, ja propozoj mos me pu gabimin e njëjtë që kom bo oneth. Unë jo fillera, kështu që bëni natyrale, është tani më i miri, po lipofilling nuk është diçka që ka me dëmtu, s'ka me të do keq. Ka me të do tipe natural, se kjo veç shkan të do sikur lëkura jote. Kështu që ja propozoj me bë mami lipofilling se fillerav. Ju dua, bye! Pas 7 ditësh nga kjo ndërhyrje, kjo ishte pamja e re dhe e shkëlqyer e Anisës.